Pas 3 ditësh të mbushura me aktivitete kulturore, takime me autor dhe promovime botimesh të reja, ka ulur si pari në edicioni 2 i panajirit të librit Ban të Lirë, i cili këtë vit mblodhi rreth 20 shtëpi botuese nga Shqipëria dhe troje shqiptare. Panajiri solli për lexuesit mbi 1000 tituj librash të zhanreve të ndryshme, duke u kthyer në një pikë takim të rëndësishëm për autorët, botuesit dhe dashamirësit e librit. Gjatë ditëve të aktivitetit, vizitorët patën mundësinë të njihesin me botimet më të fundit, të merrin pjesë në diskutime letrare dhe të takonin nga afër autor të njohur. I ka ngel emri Panajiri i librit sepse në të vërtetë formati i këtij eventi shkon më shumë drejt një festivali letërsie se sa një panajir librit, çka do të thotë se aspektet komerciale të shitblemjes librit nuk janë primare në aktivitetin tonë. Megjithatë, më duhet me përmend disa shifra sepse siç ka thënë Freudi, numri është mbreti i botës, pa numra nuk mund të funksionojmë. Dhe duhet më thanë se në këtë edicion kanë marrë pjesë 20 shtëpi botuese, të cilët kanë ekspozu në këtë obor 1000 tituj të ri librash. Disa statistika tjera interesante rreth këtij edicionit kanë lidhje me numrin e njerëzve të cilët e kanë vizituar gjatë këtyre 2 ditëve e gjys. Dhe këto kanë qenë rreth 2000 spektatorë, prej cilëve 600 kanë qenë në zonë shkollash. Çka është shumë e rëndësishme. Jemi përpjek të dokumentojmë këtë pjesëmarrje. Kemi organizuar 20 promovime dhe diskutime. Në ceremoninë përmbyllëse u ndanë edhe 4 çmime që vlerësuan kontributet më të spikatura në letërsi, studime dhe përkthim. Çmimi për romanin më të mirë ju akordua shkrimtarit Ridvan Dibra për veprën Triumfi Gjergje Lezalis. Prania e Shkodrës është shumë e madhe në veprën time, është një prani shpirtërore. Përmes disa elementesh që kuptohen fort mirë aty. Ironia, kritika ka qenë ironia postmoderne, dhe elemente të tjera, një humorit, e në tekstit, karakteristika të natyrës shkodrane. Dhe në një fenomen, këto vitet e fundit, kur ndoshta kanë pas nevojë më shumë për një mbështetje morale, shpirtërore, Shkodra ka kuptuar këtë mesazh, dhe më është përgjigjës, në mënyrë befasuese. Dhe për ta mbyllur me fjalët e thjeshtë të smart, që vërtet kemi bajram e bashkë, por çmimet i ndajmë bashkë. Çmimi për studimin më të mirë shkoi për historianin Romeo Gurakuqi me librin Shqipëria në luftën e madhe. Vlerësimi takon gjithë atyre që më kanë ndihmuar në arritjen në kurrizimin e kësaj pune. E përmend edhe më përpara, kështu që duhet i falenderoj të gjithë ato që kanë pranë mehet në kontributin e tyre në mbështetjen e punës sime. Në kategorinë përkthimi më mirë u vlerësua Durim Taçi për përkthimin e veprës Portokall me Kurdisje. Ndjem me të vërtet shumë i nderuar për një çmim si përkthimi, edhe ta marrësh këtë çmim në Shkodër ku janë baballarat e përkthimit të shqipes. Edhe ajo që është faqur si letërsi shqipe që në fillesat e saj ka brenda përkthimi. Përkthimi është një proces që na shoqëron ne si komb i vogël për të komunikuar me botën e qytetuar. Ndërsa çmimi me njohjes ju dha Lucia Zorbës për librin Veç drita s'pas ka mbarim. Jam mundu me përshkruaj Shkodrën e rinisë teme, shumë njerëz e kanë gjetë vendin aty. Falënderim gjithëve. Organizatorët e konsideruan të suksesshëm edicionin e 2 të panajirit, duke theksuar se interesimi i publikut dhe pjesëmarrja gjerë shtëpive botuese dëshmojnë rëndësinë që libri dhe leximi vazhdojnë të kenë në jetën kulturore të qytetit të Shkodrës.